Ka ardhur koha për të investuar në periferi. Kjo është thirrja e banorëve të lagjit Kushtrimit, të cilët çdo ditë përballen me mungesën e theksuar të infrastrukturës rrugore. Vlora sipas banorëve nuk është vetëm në qendër të qytetit apo në pjesën turistike, por është edhe në periferi, pasi edhe aty jetojnë me qindra familje. Segmenti rrugor që fillon nga zona e Shushimores, lidh bllokun e banimit pranë KSH-s dhe të çon në drejtim të paraburgimit të Vlorës, është kthyer sot në problemin kryesor të rreth 200 familjeve. Banorët e kësaj lagjeje tregojnë se ky është një realitet i ngulitur në më tepër se 25 apo 30 vite. Pavarësisht kërkesave që rruga të rehabilitohet, ata thonë se asgjë nuk është bërë. Kjo ka shumë vite. Jo, s'ka patur fare ndërgjë. Që kanë bërë këta privatët kështu, këta me... Po sysë nuk sill. Vetëm tym vetëm plur. Po unë jetoj këtu, unë kam të klubin këtu me qirast. Po sysë penalizon, jas vjen njeri. Janë ankuar këta, e di që kanë bërë ankesa, kanë bërë letra, qyshtek. Po mirë do ta rregullojmë, do ta bëjmë si gjithnjë. Këtu ka punuar shofer me kamion. 200 vjet kështu ka qenë kështu do gjelet. Se kemi qeveri të bukur e të mirë. As kurrën e kurrës, as 100 vjet. Po makinën për njerëzit e para makinë për njerëzit është e dëmshme. Që thithin terra këtu, ja kush kanali këtu, shkoj. Kush shqiptari nuk e gjen gjë. Ka marrë unitet, nuk s'ka gjë. Mes plerave rritur, ja plera të gjitha këtu. I shkoj qyteti, pse thotë, i shkoj qytet brenda në Vlorë. Të shkoj atë bagani si është. Kjo është një rrugë me gropa, një rrugë që duhet rregulluar. Është periferi të Vlorës vërtet, duhet rregulluar, është një lagje e tërë këtu. I ka shkuar. Kjo kështu ka qenë, unë kam këtu 35, kam 25 vjet këtu. Asnjëherë nuk është rregulluar. Ndofta edhe nga makinat e rënda që janë këtu, amortizohet gjithmonë. Unë rri pak më poshtë të këshaja. Po të gjithë kjo lagje që dele hyn nga Vlora. Them drejtën, jo, unë si jam marrë me këto punë. Po këta që janë këtu, se kështu është kjo punë tani. Kjo nuk zgjidhen gjërat me të protestuar dhe me të ashu. Bashkia duhet të ketë një plan zhvillimi për të gjithë qytetin, jo vetëm për këtë. Po këtu paracakohesh, kur isha i dredha erdhi këtu, mori disa pyetje që ai, bëri disa shumë, mori të gjitha këto që marr, por nuk ndonjë ikuaj nuk e kam idenë. Po sa është pjesa këtu ku futesh është lagja këtu e gjitha këtu, tek thesa. Rehabilitimi i këtij bloku banimi është kërkuar edhe shpeshherë nga institucioni vuajtjes së dënimit në Vlorë, duke u argumentuar me faktin se në të kalojnë makina të cilat kanë në brendësi të tyre të dënuar dhe duke kaluar në rrugën e amortizuar dhe plot gropa me një shpejtësi minimale, mund të kthehen në situata të rrezikshme që favorizojnë arratisjen e të burgosurve.